Në zemër të natyrës, së paprekur, atje ku ajri merr frymë ndryshe dhe heshtja flet me gjuhën e vet. U zhvillua një vizitë e veçantë në bjeshkët e Sejnovës, pranë burimit të njohur, Kroni Mustaf Tafilaj. Një vend që bart freski, histori dhe një panoramë që mbetet gjatë në kujtesë. Kjo aventurë në natyrë u realizua nga ekipi ynë, në shoqërinë e Hoxh Mulla Sadris, duke sjell jo vetëm pamje të rralla, por edhe një rrëfim të çmuar që lidh të kaluaren me të tashmen. Tash jemi te kroni i Mustaf Hasanit Tafilaj, djali tina ka vdekë edhe vitin e kalum, Rahmet pas, një djalë shumë i mirë, ushtari i mirë, punëtori i jashtëzakonshëm, me iniciativën e vet. Të ditë që rruga po marrohet udhëtar plot, shkoj ka marrë 1000 metra më larg me vet forcën e vet, me punën fizike të vetën, saqë në shumë vende nuk e din ka ushtar, edhe këtu e ka prit ngur gjaj që po dal pe guj. Ujtor të klasit parë. E ka marrë edhe atë bust, edhe ka bën edhe këtë lugjet, edhe karrika këtu për menajt. Njerëzit nalin të pushojnë, pijnë ujë, është shumë kvalitet, edhe kish me thonë lajnë syte, bojnë një pushim këtu, ullën, që tavolinë të pije, me hangër, me pi, pushojnë, edhe është ujtë shumë e mirë. E ka bo që të vepër të madhe në kalon këtu në rrugë, shumë e qmushëm e kjo vepër e tina që thëmë na hajrat në të aspektin të po. është një shumë e qëllume, Rahmet pas, edhe plaku i tyne, pra edhe Ismeti, që e ka bo këtë punë kast madhe, këtë vepër kast madhe, djelët e Ismetit në Sejnovë në kanë presin me gzim Bacenzes me vizitu në stanë tyne. Unë alem këtu qafluca që shtiret këtë vend, të Kroni Metaz. Këtu thirret Kroni Metaz është një 200 metra një kru ma anena, familja Alijaj nga Katuni Ri, për shpirt Brahim Rustem Alijaj, për shpirt Brahim Rustem Alijaj, e kam morë ujtë një 200-300 metra ma largë, e kanë pruve këtu. Po duhet me cekë që këj ujtë nuk ka, do më thonë, shtypjet madhe, nuk ka rjedhjet madhe, dimnit, vjesht, ka verës, nalët, se nuk e ka shtypjet e madhe, po për gjitha saj, njerëzit nalën tu, e ka marru edhe këtë objekt mirë, i shofrin njerëzit pushojnë, ka dalin njerëzit special me familje, qyra të qesin flinja, edhe këtu i kanë ato tavolinat e kretë ullën, edhe e bojnë vikend. Piknik e bojnë familjarët shumët që nalën këtu, për këtë familje Alijaj, që do mos Dema i Katunit Ri, Dem Selimi, ajo konë organizator, e kanë marrua që të pushimore, që të kërue, për Brahim Rustem Alijaj. Udhëtimi ynë nisi në një bisedë të veçantë me teknikun e pylltarisë Binak Muçaj, i cili ndau histori të hershme dhe kujtime të gjalla për këtë bjeshk, duke e kthyer çdo hap në një udhëtim në kohë. Unë quhem Binak Muçaj, teknik i pylltarisë, drejtorinë e parkut kombëtar Bjeshtë e Nemëna. Pasi që dulem me kolegun Abedin Marina, ai shkoi drejt te pjesa e kufinit me vizitu këtë pjesë. Basazes ko ka dalë mi pak të bjeshtë tona në Sejnovë, që këj vend si thirët fusha madhe, edhe jenë alë pikërishtu të përmendorët ku jënë këta antarët e familjes vra me 3 maj. Historia familjes ta me jënë këta me 3 maj të vra më 5 këtu, kur ka ndodhë bombardimi me 3 maj si ka bombardu punktin ku jenë tash dogona e jonë atje. Edhe atë ditë i kanë shu edhe dikun si kanë shu në për pika se di që shka ndodhë ato, i kanë shu do kaseta bjeshve tona, ato kaseta ku e në ranë borë nuk kanë eksplodu, ku e në konë këtu në pjesë më të forta një kaset, fatkesisht i ka mytë 5 antarët familjes, ku e në këtu i Berimis babë si Sufi me grue me qik 16 vjetë, edhe kjo shoqja jemi me djallë 10 vjetë. Edhe unë nuk jëmë konë atë ditë nuk jëmë konë këtu, me 2 maj si jëmë konë atë natisht, të jëmë konë poshtë atje, jëmë konë të kyqën e nështrisë të atë Kosovës, edhe kur
ka ndalë të kushëri pare, më ka të regu për hast, edhe me 3 maj kemë varosë këtu për herë me aksham, edhe fëmija jenë konë të plagosën edhe jem detyru me dalë tani në Zhaj atje, në mjeke i mi shkuanina. Këta janë varosë këtu me 3 maj, edhe mas që punu rruga këtu, tani ja kemë punu dhe për mendoret, edhe është interesant me cek pak për bjesht tonë, se që kjo fusha e madhe shtu, edhe gjora atje, që të shitit e blehet, se unë e përne ndrejtojit parkut komtar atje, edhe o bjeshke jonë, dhe më interesant kjo shitit e blehet, si më konë në tjetë posedim me në kopjet planit. Edhe këta kushërit bashkë, atë një këm pa vetë, nëse ju pëngoj kur përnuat rruga, më edhe mi hek atin, po larga sajnë pa unë hishë aty mund shmi punu në vend, visë që shdushti, po që kjo fusha e madhe, edhe gjora, e blejve shesim, asë e kemë fletë posedim, asë koplim, pëse so hinër për e zatera, që shi kanë një tatimit nuk e di. E se nuova atje punuan stanet si mas barë që shi kemë, e që shtu e ka qëtë histori që kjo bjeshk është më interesën edhe me sekse, dikush nuk e kuptën që është blejet e shitit, dhe nuk është nuk më të që është e kanë rrugova. Rrugove kanë të posedime, i kanë kopjet planit atje këtë ato prauna ato kretë. Për biografi të familje, këta me 3 majën varos këtu, për me ndohet ja kemë punu mas që punu rruga këtu që punu, edhe tar vibi vizitojmë që të në vend, ja pastrojmë, ja kemë punu. Tani histori e gata atje me thmi, me nërxaj atje ka pasë kënë mirë plagosën, o dashtë me intervenu atje që nërxajën. Ata i kemë pacu 3 thmin, po i vogli kënë plagosë pak komën e majtë ma shumë, po fatë barsisht tani tonë kanë kalu mirë, tash jenë me shëndet mirë. Tu kanë bombardu sërbë, ja këtu, kjo e kasetet e bombardimit natës jenë. natës. Ta kanë ronë. Ta kur i kanë gjujta sërb, tash ata si mas informatave, kur nuk kanë mujtë mi shpraz ato aeroplanat në vend dur, i kanë gjujt bjerëve, kanë llogarit që s'ka njerëz të banum këtu. E ta nuk e kanë ditë që na jem këmë jetë shumë pak sa në për këto stone, veç i kanë shu bjerëve, se jo me qëllim diçka largas. Jo dhe këta tani në konë që të në kodë, diku ku së konë pak bord të ne, që ka për t'jone, se vëllas nuk jem konë në atë ditën tragjike, kur në vra nuk jem konë këtu. Tani jem konë poshtë. Jem konë tash me 3 vllazit dëshmor, me të madh, jem konë me Mehmetin, me të jem konë në kanë tregu, vllazit 3 gjaj 3 që në vra, me atë më, po. Ja, atë me jem konë me ata, nuk jem konë këtu në venin tragjik kur në vra, po jem konë poshtë, po. Me ata vllazit 3 gjaj me të madhin jem konë, edhe na kanë tregu këtu në luk shkallë si kanë ndodhë që shtu rasti, i marë dhe kunë atëherë 3 maj ishin konë të i punu dhe vore këtu, i kemë një mudë dhe ashtë i kemë vërosët. Me 4 maj me në gjezë i mi shku të një me familje, me i mi shku në Zhaj që kemi mudë më me qështu. Më pas në atmosferën e ngratë të bashkë bisedimit, Hoxh Mulla Sadria së bashku me bashkë fshatarët sollën rrëfime që ruajnë shpirtin e këtij vendi. O të zeq, momentalisht jemi bjeshka fusha e madhe, vend i bukur, log i mirë, përshef edhe mirë që këtu edhe kositen me traktora, nojnë ushqimin e qojnë dimnit atje, është një bjeshk shumë e mirë, pra arsye se log, shpatinat me breje, me pisha, edhe jemi arë këtu të familja e Agushit, me boni nej, me pinit një tas qumsht, po është bjeshk e mirë për arsye se ka edhe ujë. është një bjeshk që më të vërtet lakmon kush ka hise këtu, se i ka kushtet më të mira, tash edhe që kjo rrugë edhe pse ka hala se rregullu që është duhet, prapë se prapë po ka lëvizjet mëdha, për arsye se njerëzit bjeshkës po duhen me ja nxjerr kymetin. Mas gaboj, mas pritoj me fol, mas të harroj, zeq një falendrim të madhe kje pe i gjematit tem, ata një numër shumë i madhe, din që i ke dollë të bjeshtona, po të falendore ka zarma shpirti se bësh në ke pas. Ko që ka ditë, se krejt dëqonin, krejt bjeshtë i stokut, i ke inqizue, ke fol për to, ke frekventua nena, këtu nuk ke pas mundësi,
pak ta kom zhakitu një mos për marot rruga, po ke po mirë që ke dollë njëna sepse me mija njerëzit Podgurit, ty në katune, edhe të shikojnë tu, po në diaspor. Ata njerëz që janë sot tu që po inqizojmë, e janë në Gjermani, Zvicër, në Australi, këtë janë, kanë me thonë falenderit zeq, edhe mu pak falendrim, se e shenë në Australi në koftë e shestonin e vetë, venin e vetë. Shumë falenderit një herë ka zarma shpirti që ke orë sot me bo këtë vizit të bjeshtonat bukura. Unë doshta më full për familje Regjaj, që bashkë që të vend ku jemi, janar i ka pas 5 koqak këtu në stan. Edhe kanë rëthu kretat moja sede, kura dollë Shababeka i tyne, i ka po. Edhe këta e në konë kalablak, tana jetë që në konë shpije modhe, me gjonë. Edhe i qetë me gra, me fmi, u kalëzën koqakve, se delni, edhe i shti nërmjet. Ata koqakt, e sonë të kishin pas të kësitën, që bëjshi më kollat here për punë. Edhe thët bini, e këtë ata sonë e mledhin ja u qesin për sipri atyne. Koqakve i mdojnë. Edhe tha, ranë këtë post, u del para i oficiri që i shkonë majës, merë i shtjenë dënë stanë, u qetë mazët, gjatë bute, u bërë ma besë sa mundët. Po tha, kur hina me qilë dherë në stanit, mi u pri atyne, i ke harru një tha altina dhe turbit, në krevet. Tha edhe kom nga vrap, ja kom qitë kishe argona, ata kishe pjaqes mu. Tha, ma e turbive dhe ma e altije, tha, konë ullën. E ka ne, kanë hongër, se ka rapi likoq. Në shku në fund të fushë madhe atje i mrami, atje i kanë hekë pesona dhe janë dalë. Ko gjej farë, o doshtë më konë, ko gjej fort me i bëma të shane, se me pahetu të ishti këtu e kishë gri më rëbë me thëmë. E ta në heret, nuk kanë bojë rysh më dalë në altë me thonë e bona, po e kanë bon, s'kanë bon zonë. E në konë familje mirë ta në heret. Zëri i kujtesës erdhi edhe nga Selman Kadri Regjaj, nga Jabllanica e Madhe, i cili ndau një histori të veçantë për vorrin e një gruaje bosnjake, një gruaje e cila vdiq, ku ai ndau një histori të dhimbshme rreth kësaj ngjarjeje. Unë jam Selman Kadri Regjaj, i Jabllanicë Madhe. Biografin e kësaj bosnjake kjo është i ka non të rëzhoj sa nenaj, edhe o nisë me thmi se atëherë konë s'ka më për buk, dim një konë, edhe o dalë për kry bjeshke, kur është ardhë i kem pas që batë tonë, jo në konë të nejtë këtu, migja i babës temë, o shku më marrë uj, e i ka një qetë të le, ka thonë, për njëhet një zonë dikun, o metë në i bëshnjak kun rrugë në qafë dasmorve. Qafa dasmorve o konë shumë e rëzikshme, e jo në janë gjinja, jo në metë kanë hekë. Kjo kësajna, non të rëzhoj, sa nej, të gurra grupës. I ka dek një djallë, o dalë në qafë sëjnovës, e o dek vetë një djallë e ka pas të pështjelun, djallin e kanë gjetë gjallë, gruja i shkone dekni, e kanë marrë grune, e kanë qunë stanët moqallëve. Nestit natje, e në ledhë që batë e kanë vorros atë gru qëtu. E a i djallë, o pështu i gjallë, i kanë dhanë tamël. Nestit moshkujt e moqallëve e kanë qunë katon 3, pej katon i 3. I shkone një plak e zë nëna Alive Treboviqit, e shaljonve. Edhe e ki pa morë atë thmi me rritë. E ka rritë atë thmi, ta nashi aj o shkua pet në vend vetin, kom një, nuk jam i sigurt, thanë e ka ndataj është një familje, o bo për i qati djalli që me. Vizita jonë ndaloj tek varri i Sokol Sali Burdynës, një pikë që bartë respekt dhe kujtim
ndërsa Selmani ndau rrëfimet që japin zë figurës së tij. Për së Kol Salihin, o koni i dalur koqak, edhe ka nejt në moje dzez atje, me regj latif, ukaj ka kaliqoni, mos mromi që i ndo. Edhe në mëngjes jënë qu, e i kishin pas të rëthue, e së Kolin e kanë varru, onë e monë komëve i ki para plumi. 60 vjetë me datë, o konë të një mas 60 vjetë janë interesu familja Bërdynaj, kërë së Kol Sali, Bërdynaj është. E janë interesu familja edhe e kanë dherë për i këtuhit, e kanë vërros në Vosel. Një pitinaj, djali i qikë së Kol Salit, o interesu e ka maru që të rreth tekejt. Ma për para, që bate vjetër e kanë rëthu me zëstoja, me taraba me, e kanë rujt gjithmonë këto kanë rujt. Edhe unë jam konë, kur e kanë dzerë. Veç është konë, marë thëshë ti, është i fjetën, veç mishi, një pullë ki pas në gjykë, se e ka pas të setrës. E trupi krejt o konë, që kur më konë i hekurosën. Kur e kanë shtinë dhe, kanë marrë drasa, dyët stonet, e kanë mlu. Ja kanë qitë drasa edhe e kanë mlu. Pse me qu poshtë, thëshin nuk bënë. Për toni jablanica radaftë ishin kanë shku shumit. Për shpis tonë shku një migji jami, as dhe e me i shkon, aj e përmenë kë shumë herët qësh, ata jënë shku atje se kanë ditë, a vinë gjallë, as vinë gjallë, po më shku me morë. Edhe kanë morë, baba i tina jo konë, tha, sikur me e vërros të gjamia në Vosel, sikur që pe vërrosim që tu po mdoket. Basi foli Selmani për këtë burë ka të madhë të komit së Kol Salihin Bërdynaj, unë e kom një ngjarje rreth tina, për arsye se kom morë pjesë në rivorrimin e tina. I vetmi hoqë që kom morë pjesë në rivorrimin e tina që o bon në Vosel, edhe kur e kom rivorros, ja kom majt një fjalim këti burit fort, të dhevë të kombit, në rastin e rivorrimit që kemi bo në Vosel. Unë do më thonë se imam e kom rivorros. Ja kom krya të ceremonit që ka dufte, e kom majt një fjalim për historiatin e vleftën e këti burri. Ju faleminderit zeq. Në vazhdim, Gazmen Tafilaj, për bjeshkët e Sejnovës, ndau një mendim për përjetimet e tij. Përshëndetje, Baci zeq, mirë se ke ardhur në bjeshkën e Sejnovës. Unë jam Gazmen Tafilaj, jam nipi Mustafa Hasani, djali i Ismet Mustafës. Jemi këtu në bjeshkë Sejnovës, ku kanë ardhur ta kujshit e mi hoxha, Baci Selman, Baci Imer, Baci Binak. Mirë se keni ardhur. Cili është hobi? Hobi merrem ka pak me sport. Kur të kem kohë merrem ka pak me sport, kom jetu përpara në Zvicër, tash jam këtu në Kosovë me 6 fëmijë jetoj këtu. Qështu Baci zeq. Këta kanë investuar në qatë kronin që atje, Po, baba jam e ka marrë atë kronin poshtë atje, po që jeni nalë në kru. Po jemi nale, kem boli gjirim gjatë rrugë. Po. Pse, qka ju ka shtyme me investu aty? Ato e ka marrë baba për vullnetit vetë, për më pi ujë këto fshatra, krejt kush në gjitet radafës, jablanicë e vogël, kush në gjitet nalen aty morin ujë, edhe veç për qefe ka bo. Sa kohë rrim ti këtu në të bjeshk? Vëlla unë im konë para 4-5 dite, kom nej 4 net, sa derë dhe apet rrit 2-3 net, që shtu ka pak, shdjerë nga poshtë vi këtu,
Këtë stane ka... Del me ecë, del, a i ladron këto bjeshk. Po, dalim a ecë, dalim shëtitim ka pak, është bjeshk e mirë. Kem shoqni, krejt jem vlaznila këtu, krejt jem tonët. Edhe më bu më me tjeri pa buk ka të bjën kësaj. Mo met pa buk kem të naherë dhere në qelë për tonë kush vjen. Me met kjerë na i kura traktorin, laq edhe ato ja heku minimojmë. E qesim në rruga. Pa. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe për te, pasi zeq. Pasi e këndshme. Mirë se ke ardhë, Shumë faleminderit. faleminderit edhe për te. Shkaktar është hoxha. Për krejt tu dhe pasisë. Ndërsa Sahit Rustem Sadriaj, Garadovci, solli kujtime që nga fëmiria, duke dëshmuar lidhjen e fortë me këtë vend. Jam Sahit Rustem Sadriaj, nga fshati Radavc, i kom kalu 80 nitat, por pjesën më të mirë tjetës, fëmirin edhe rinin, e kom kalu në këtë bjeshk që quhet Bjeshka Sejnovës. Kjo bjeshk i takon fisit Krasniqës që thirët Krasniqe e venit. Gjenezën origjinën e ka prej 4 vllaznëve në fshatin Jabllanicë Madhe. Kola, Deda, Coma edhe Fila. Edhe bjeshka Radovcit edhe këto quhen bjeshk të verës. Ndërsa livadhet janë gjora madhe, gjora vogël, fusha madhe dhe lugu i shkallës. Këtu, para lufte, kanë qenë shumë e matë shumë stone, lop, dhen, por mas lufte është maru rruga dhe kanë fillu njerëzit tash për me dalë, me maru stone, me dalë verave, por s'kem dalë këtu për politikë, po mjerisht kufini i molit zi na u ka afru këtu ato pjesë të matë mëdha që i ka qu, edhe komplet një pjesë pej stoneve të luksa nej, flitet dikun për 800.500 hektar tokë, e kanë marrë malazez. Në këtë rrugëtim, nuk mund të lihej pa u përmendur kontributi i Bish Aliut, i cili me përkushtim a i ka ndihmuar në ndërtimin e krojit, duke shtuar një hieshi dhe freski këtij vendi, për të gjithë ata që e vizitojnë. Jam i Bish Aliut nga Katuni Ri. Këtë kruje kom rreth veç për me zbukuru këtë vend. Se përpara, kur dikun i kom pas një 2-13 vjetë, kom jetu që aty kronin e kem pas mas që t'i bregi. Edhe, kur dëshim më ngër buk, thëshim kush për shkon më ngër, më maroj, e pretëshim diqa, e kështu, tash e kom bo këtu pak mangat, e kom edhe atje me ceva, qështu. A ka i ma shumë kjo vit që kaqë? Kjo më barët pej kohë, ka ma shumë, ma pak. Po prej që ti e ki barët e ki që dhe në shtatë? Po. E kjo është vetëm kru fushor me pi gjoja? Po, për gjoja. Për që ta e ki investu? Po, për vizitor. Edhe vizitor të vinë, po. Qëta. Zotit shpërblet. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Bom shëjarë, shqinjarë, faleminderit shumë. Jo përshëndes.
Kjo vizit nuk ishte thjesht një udhëtim, por një përjetim I gjallë I natyrës, historisë dhe kujtesës kolektive. Shaban Ramaj ndau një intervistë me sqarime të vlefshme rreth Sejnovës, duke sjellë më afër historinë dhe rëndësinë e kësaj bjeshke. Unë jam Shaban Ramaj nga fshati Radafës. Kjo thirret bjeshka e Radafësit. Këtu ju ndalë shumë familje nga fshati Radafës, Katun Njeri edhe Blakçorti Javllanisë Vogël. Për këtu I njerëz mëti, ato familjet mëdhaja që kanë siguruar edhe ekzistencën ndalë me dhenë, me lëp, edhe kanë jetu besa, kur unë nuk e kom rri, veç më kanë tregu për para, edhe I kanë dimnu dhenë të këtu poshtë. Mrapa aty në atje I kem në do livadhet to, në thirën livadhet e Abazaj edhe livadhet e Sadekaj, që njerëz I kanë kusit, edhe e kanë siguru ekzistencën për lëp tu. Ajo moja atje o thirret Gryka Roberts që kufizohet me bjesht I stogut, të peja me I stog. Do më thonë, ajo moja atje, Gryka Roberts, I thuj. Kjo ka një histori të vetën, këtu, mos të harroj me përmend edhe një detaj në kohë luftës, jënë konë dostane që aty, forcat serbe jënë konë pozicionume kanë nejt aty. Edhe Knejka ka nikë popullata, bili në ato pjesën atje, që I thujmë të lugu të ledina shpelës, I kanë zonë Javllanisën e vogël në kohë luftës, ata janë konë të nejtë, ju kanë dalë shkjetit, I kanë burgos një pjesë të madhe të Javllanisë vogël. Tjetër zonë, ma knej, për shembull në bjeshkën e Sinovës, unë me disa shokë, me disa bashkëluftarë, e kemi gjetë Arif Hysenin të plagosën. Edhe kemi arrit me morat të plagosën edhe me pru me varrosat në Sinovë të stoni Sokolit, të Vorri Sokolit. Ka qenë I gjalla Ja I vdekun, ka qenë I vdekun, ka ramë prit aty. Edhe ka keni varros? Ka kemi varros, shkitin konë pozicionume në brit madhe aty, edhe jemi këshur në snajper, ka jemi këshur në rvete, me pa vija erori si ka 300 metra. Edhe moj me cekni, nuk na kanë gjujt, as nuk e kemi gjujt. Vesh jemi këshur në rvete dhe se kemi varros, ama dy ushtarin që kanë qelë varë, tjerët kanë najtë pozicione, vesh kemi prit kur për kërset. O konë një ditë shumë e zërshme, lëdhshme, po e mëndimshme, po me gjithat kemi arrit që mos me lani shoktunin aty të plagosën, po e kemi varros aty. Pak për teritorin këtu? Teritori, për para, kjo pjesë o konë me Malëzi. Tashti me demarkacion, qëtu ku jem, me Malëzi. I kanë pagu taksat atje, në Malëzi. Tash me demarkacion, kufiri ra këtë poshtë atje. Mrapa, në fund kësaj moja atje në poshtë. Ajo moja që përshijet? Po, ajo moja që përshijet atje. E tash, që kjo moja me teritorit Kosovës, ajo në mes aty, është me teritorit Malëzi edhe shkën qashtu si Pjertas. Amo para lufte këtu njerës, ja kanë pagu, përpara që kanë thonë taksën në Malëzi e kanë pagu, jo në Kosovë. A dihet sa teritor prafërsisht? Pa tash prafërsisht nuk e di. Këtu dalim na familja jo në Sadikramve, Fetozman, Bajraktart, e Radafësit, e Lezajt. A dalin shumë njerëz? Jënë dalë, po tash ja kanë njëse mi maru stanët këtu, jënë bo bukur do stane. Dalim Blakçorti Javllanisë Vogël që jem nak do një pjesë e Krasnisës. Fisit Krasnisës, dalim këto. Se na nuk kemi hisën si Sinovë, na që do kemi pas. Edhe një detaj deshta me cek, këto, kur thash pare që kanë kalu Javllanisë Vogël, to është një kushëri jo një Muhamet Blakaj, në atë pjesën atje e kanë taku forcat serbe, e kanë masakru, edhe kanë vjerë në lesë. Do më thonë, edhe konë plak, o konë njeri urt, edhe veç që o konë shqiptare kanë bra. Edhe kanë, po, atje edhe ka plakën, ja kanë qitë familja plakën atje. Edhe në qëtë stanë që tu the, kanë që atje poshtë, në stanët e Bayraktarëve, kanë qenë forcat serbe të pozicionume gjatë tën luftës. Këtu kanë pas si pikë, e pikë tujt kanë levizë. Pikë tujt edhe për asoj pjesa ne na kanë sulmu dhe neve në brigadë na kanë ishtë atje. Mirë Shab, ti si asamblejist në asamblejnë komunale të Pejsë, gjenja rrugës e shtetë mërshme. Thanë që jënë do projekte, jënë këtë pranverë, pak kishë fillu, kjo me dhe vërtet është e
pa tolerueshme. Rruga është shumë e keqe, rruga është dalë në të nderë, tash veç ato procedurat, o jenë ato procedurat që po dikush ankohet, dikush... Po, lajmi mirë. Po, veç dhe më thonë është dalë. Çka pritet me pas përmirësim këtë rrugë? A dështrohet asfalt apo vetëm... Po i fjallë janë për asfalt. Fjallë janë mu në rejtë që shokon poshtë, ajo gjysa ka i një ardhe keni pa, edhe kjo pjesa tjetër mu bon sikur ajo dhe mu shtru asfalt për i këtu i të nej. Ka dalë dhe më thonë Po, të nderë. ka dalë të nderë, po. Sprit zdini para fat? Jo, ajo faktikisht ka pas një anis, për tash që to anku dikosh aty edhe tash në ato procese që Problemi është edhe ujtë në këtu bjeshk. Po, na këtu i kem, jo, se s'kemi rrugë. Jemi të e prit rrugën me padurim, për të vjen me pru një qasi kompanije që na e qpën një qasi bënori. Se faktikisht tu janë disa bënori që tu. Janë do që atje, edhe do janë poshtë, që mojnë ujtë të në kohën. E mos e këto po mojnë... Bënore klasike. Po, që i kanë qenë me dorë, mëti. Po, që kanë shërby, që kanë pi për tyne edhe ju kanë dhonë gjanve më pi aty. Edhe smete zakonisht kanë përdorë këtu. Po mos e ka ujë në këto bënore, mojnë, bile është nëse të naltë më ushtirë dhe në fund, këtë që është me në gjesë mushët. Edhe ishtë dashë më pasë. Po jemi të rëprit rrugën me padurim, për me pru një kompani edhe me siguru ujnë këtu. Na presim një reagim tonin në asamble për këtë problemave njëherë. Po folim për ditë. Po folim për ditë për këtë punë, po me që thatë është punë e mirë, se është dalën të nderë, edhe ta është veç sa të kryen procedurat, së kam janisë. Shab falenderit shumë. Ishte knatësi. Shëtitja, historit, dreka, intervistat dhe çdo moment i kaluar aty u shëndrua në një përjetim të veçantë, ku bukuria e bjeshkës së Sejnovës u ndje në çdo hap dhe në çdo fjalë të ndarë. Ju falenderoj nga zemra shpirti gjithë këtu që jeni pjesëmarrës. E më keni shërëtuar stonin tem edhe para stonit këtu. Sot ishin në ditë e mirë shënuar për mua dhe për këtë treven, për arsye se Baca Zeq, që njohin këtë populli, këtë do t'jenë në Australi e në Amerikë, shumë herë kom tentu me pru, po rruga, nëna kënë në për istokë, në për deqan s'kalon vend ka vizitu, sot e kom prun me vizitu qëtë pjesën e Podgurit, bjeshkët tona, që saj treve. Mas pa i shkun fush modhe një bjeshke mirë, në priti Agushi, a në ka morë të shpia, në stanë tina, 2 lloj tomleve pime, edhe kështu edhe me burë. Po Zeqa çdo rast ju i tregojshim që qështu është, kjo nuk shkoj pa e në qizu, se këto e në senet. Unë alem të vorët që kanë pas tragedi familjare, familja Muqaj, binokun që i kemë këtu prezent, ku mas e 5 antarë të familjes kanë dhonë jetën në bjeshkë aty. Mandej, prasisht e përmenën se vorrin e Boshnjakës, apo? Boshnjakës, shumë interesant, atëherë të kryen me njerë të skomqare për e në qizu edhe këto. Mandej shkum në Sejnov, të kroni Sokolit të nalim edhe aty, e folëm disa fjallë të vorë aty në qizoj, bjeshka i interesoj ke në qizoj, shkum të stoni Mustafa Sonit, për arsye se ka erdhem, unë alem të kroni që ka marrue Ismeti Rahmet post për babën Mustafa Hasonin. Po, a i kruni është jashtëzakonshëm, ujtë e mirë, vend i mirë, po pak është mbulu me një zallë punë krysi, po ata që e dinë është vend i mirë. Nuk e kalum asë vendin kër kanë marrua Alijaj të Katunit 3, atë stonin atë pjesën aty ku dalin me shumis njerëzi, bojnë vikend, piknik me familje, vendin me qitë fli dhe me nejtë. Mandej shkum të familje Mustafa Sonit aty në pritja i gazi me ata, me bostona, me pije, shka për vetë. Mandej djemë orë për pjetë kanë gjitë 2 Katunit 3 kë kushërini, e kaloni fjallë hoqë, jemi naltë atje, të presim të kroni. Mu më rapi fasi të kroni maksuta i këtu që është. Se më konë Sejnov që sa, këj kishë maru një kru atje, një kru e po, me pushimore, shkru me Sejnova, me drita, le ujtë e pijes, po aty gjdo gjomë, që kalon aty për një hajrat jashtëzakonisht të mirë.
Prej aty që ku mbjesht Radocit në priti Edi, me mishësate, me pije, me gjithë ato, dhe gjetëm Shabonin, deputetin e komunës 5, edhe e murë një fjallin e inqizoj për bjeshkën e Radocit. Zeshë që tash mas momi tana këto bjeshk mira, po ma mira bjeshka Gjora. Qërë bre sa bukur e Gjora bre. Shën njerë synin, o zeshë që e synin njerë që farë logo, kasha, pisha, kleka, sa veni mirë, edhe procedura është këto ushqimet që po i hani që tash, regja që kemi këtu, me klasit modhe ka kërkuar, le t'vjen kush sa mundet me ato forcat e mija, tradicionale, me pite, me bukollëmoqe, me pshesh, me djath, me mozime, me gjitha ato, por edhe Avdi Ibrahim Sokullit nga ka pru një fli, pijet në i ka hjek, ku metaj Abedini, që ka thonin e mirë atje me internet e me krejt, ka thonë pijet e mija, jonë edhe shumë kushi që ka orë ka pru të pijet, gjitha i falenderoj. Këtu këtë stanë që jëmë të une, dërë sa në kujo kjo stanë jam që ma ka maru gjemoti pej aje del zhe. Krejt me druhe, shumë ma ka maru të mirë, jam i knoqen, po s'po kom kohë më ardhë me mu knoqë këtë stanë. Po, ku ka inqizue, Zeqa ka thonë, kom një program të jasë zakon, që jam shumë i knoqen, mësë ngotë, o brese i ka morë unë ata, mësë ngotë se nuk shot kjo detalj, tani kemi edhe një procedur, e kemi këtu mjeshtën e madhë, qiftelia e lautës e sharkijave, që dërë me bo një 2 kongë në teston i tina do me inqizue. Mandej kemi vizitue Abedinin atje në kryt edhe ko ato internetin, do në Zeqa mu lidhë direkt live me bote, me dynje, me folë dishka për këtë bjeshk. Regjen e falenderën nga zama shpirti që këto ushime dhe ka kërku më ardhë. Unë jam shumë i lumëtën, shumë që sot u bo që kjo farë gjiro me Fontona, se Fontona është një televizion shumë që adhurojnë edhe qytetarët edhe katunarët. Popullor, është shumë që edhe në Australi e gjithë kënë për dojnë, sidomos për treven tonë, gjithaj popull që janë diaspor, i shef bjeshkën në Radocit, Sejnoven, fushën e modhe, Gjorën atje, ka me thonë faleminderit Zeqë kush ka shku atje se e shen venin e vetë në televizion. E falenderoj nga zama e shpirti, edhe ujtë atje është një vend që për mi aty tash mu i shkojmë, se divi që nëse shkojmë e kom inqizimin, atje din Ahmetaj, një bashkëtor i Radocit, i ka pru ujtë në 3 km pej Gjore, 4. E ka pru pej Gjore, pej Sejnove, në Gjore, në krytë Gjore, që ti thëmë livadhive, i ka marru lësht, pinë gjoja kush dojtë, por o fjalla që kërë kanë po edhe mediat edhe komunja krejt gjatë zgjedhjeve, s'kom që ka më bone i përzi pak këtu punët. Kur ka zgjedhje, hosha që ka të premtojnë shumë. Në kanë premtu gazi që mi maru një 2 bazenat me i tujtë, se aty kur ka ujtë tënë non-stop, ka akumulim, atëherë më na i maru edhe mi shkepta dhe na, se Gjora është me bukura bjeshk në krejt Kosovë, e ka pas mongu ujnë, tash edhe ujnë e kemi pru, është tepër e bukur. Veç edhe rrugën sa të ndreqim. Pas i gjithë si herë të falenderoj zemra shpirti. Puna e Hemzi Zekaj mbetet një dëshmi e rrallë e mjeshtrisë dhe përkushtimit. Me duart e tij, ai jep jetë drurit, duke e kthyer në tingull, në traditë dhe në art që flet shqip. Himziu e punon punën me dashuri dhe me durim në krijimin e instrumenteve muzikore, folklorike, si qiftelia dhe sharkia. Çdo detaj që ai formëson bart brenda, jo vetëm mjeshtri, por edhe një histori të trashëguar brez pas brezi. Druri në duart e tij nuk është thjesht material, është një frym që merr formë dhe bëhet pjesë e këngës sonë. Instrumentet që ai krijon nuk janë vetëm vegla muzikore, janë zë i kulturës sonë, i kujtesës që ngjall traditën dhe identitetin. Në çdo tel që tingëllon, ndjehet puna e palodhur dhe dashuria për folklorin shqiptar. Mes tingujve të muzikës, kjo vizitë do të mbetet një përjetim i thellë dhe i paharruar. Tash për murim, qiton për sa zeqë.
kësaj këtu ja montojmë kapakun. Shpirti I veglës është kapaku. Po se montum kapakun mirë, instrumenti dështon. Për këtë arsye, montimin e kapakut e bëj në mënyrë krejt primitive, me mjete rrethanore, mjete dorës, për me rujt pastërtinë e tingullit. Sikur veglat e mëqme, pa teknologjik, po kanë ra amel, edhe unë e mënona me rujt që ato amelsim tingullit. Tash kemi mjaft mjete me rrym, po prap se prap, kapakun e bëj krejt me mjete rrethanore dorës. O, lëm kafsh. Çdo që u bio, a? Në ma jetë vjeshke. 1912 metra të maru qift e li. Sa është që këna ci? To e kem 1912 metra. Këto testoni është dikon 1700. Këtu e baj punën ma të mirë, në qetësi absolute, as kemi internet. Punë të ma precize, punë dore pa rrym që i bëj këtu. Po, zero pengesë. Montimin e kapakut e bëjnë këtë formë, pa ju shtru presion, pa e laku me dhunë. Punimi, bëhet dhe më thonë për me ep kjo tingullin, sa ma të pastër edhe mënyrën që shë punova,
llogaritet për mënyra më të veçanta. Ka maqina do më thonë me strogu në dite 100-200 qiftelia kapakat. Po kja do më thonë është më e mirë për tingull, për ko më të gatë. Tash kur të kapi kapakun, e demonstroj këto që apë e thëmë. Tash e shohim formën e kapakut, se në ka rafsh është e punume. Po jo e këthyme me forcë, po krejt mënyrë naturale. Tash po avit në të kamera. Qërë, do më thonë, forma. Kjo është një teknik, nuk e bëj vetëm unë, ka edhe mjeshtra tjerë, po do më thonë mjeshtrat matë për sosën e bëjnë këtë formë. Cili drum praktikohet mas shumëti, edhe a ka drum të veçantë për instrumentet veçanta, shamun për lahutën, sepse ti po shokin të punon edhe lahuta. Po, për lahutën e përdori kryesisht... Për shiftelin, për shalkin, Për lahutën, kryesisht e përdori drunin e panjes, numër 1 është druni panjes, po afër panjes shkon edhe qershia edhe frashni. Do më thonë këta 3 droj janë që i punoj për lahut. Njajt edhe të qiftelia, numër 1 është panja. Sa është rezistente, do më thonë prej panjes bëhen edhe violinat, që kapin shifra edhe €1.000.000. Do më thonë është druni që ma e runë zonin, edhe është praktik në punë, po një gjatësi, do më thonë, me 100 vite e runë atë zonë. Për dalim për i disa drojve tjerë. Pa nuk është edhe vështirë, se na jem zonë malora, dhe në kemë në përmole, kemë panja bukur të mira. Qiftelia, sharkia... Te qiftelia, qëfar do që t'ja bëjsh kokën bën, po edhe te qiftelia, te sharkia, do më thonë janë ma të vequme. Panja, arra, mani, ka edhe drojtjerë frashën, e përdorim edhe drojtjerë, mirë po kryesisht, panjen, manin, arrën, qershin, kështu. Ti edhe ekzekuton edhe vetë? Po, une fillimisht se këto bashkë në këtë bjeshkë jam rritë, këto ja kom njësë mas pari me bilbil. Si fmi, do më thonë, kur jam kanë shumë i vogël, ashtu më ka metën që janë gjak edhe edu këtë punë se jam rritë në bjeshkë, edhe kja më lidhë gjithë shka me fminin, me gjitha sen, do më thonë, edhe për këtë arsye, une edhe ekzekutoj, se natyra, nashta e kam edhe pej natyres, nuk e di zoti atë që ka desh, se shumë kush i dënë, po nuk e ka talentin. E mu kam bo 2 jatë bashkë. Sa javlen ti e përcaktu definitivisht për këtë punë? Po. Sa javlen? Po javlen, nëse... A paguhet? Paguhet në gjdo punë nëse punën me vullnet, nëse e dënë atë punë, nëse ja jep për kushtim maksimal, paguhet, normal. Ka raste ku punoj me 3 orë, 4 orë gjëmë, do më thonë, edhe normal që javlen. E në qofë se punën me 2-3 orë e manë si habi, se atëherë s'ka, nuk ka lavërdi as me këtë punë. Cilë këngëtar furnizonu në kom pa shumë rapsot me nëmë? Për këngëtar, po. Kom pa që furnizohen të ti? Po të thëmë pej Rifat Berishës, këngëtarët ma eminent i kanë veglat e mija. Edhe anej në Shqipënie, ka do shambull Zev Beka, instrumentalisti, Behar Neli, këngëtari Bardhak Prebiba, plët, se ma mos të folim që janë mërgat jashtë Gjermanie, deri edhe në Australi. I kanë instrumentet e mija, jo vetëm prej meje, po kryesisht i kanë prej meje. Mira, do me dalë tash praktikisht me pa që është implementon, edhe i kënon? Më kënu e kam vetëm për habi, kështu për qef. Po pëse s'ki provu ma se din me interpretu mije me vegla? Qërë për mu bo këngëtar, do të mi ju përkushtu shumë. Do është mu pas bagazh, do është mi kushtu një kohë, bukur të mirë. E onë nuk e kam atë kohë, se jam përcaktu në punë. E tash, ma mirë t'jam i zoti kësaj punë se sa i kangës. Kem këngëtar të mirë, balë, atëherë kangën e kom lanë vetëm si habi. Bjeshka e Gjors. Po. Vendi
të pozlomet, në gjurë, trojët e Demalia, po? Të shtoni i Ozmo? O djallit Ozmoroms. Jemi me... Shtoni i Ozmoroms. Po? Të pozlomet. Abedinit. Kjo familje Demaj është moment në Dobrush. Kanë shkuar. Po? Ky jeton në Zvicër, edhe e ka marru që stan. Këtë vetë e ka marru? Veç vetë, vjen me familje kur ka mundësie, sot për sot, or një ndër, një koqiri numër një, dashte e kem reqe. Se ka thonë sot dush, hajdeni për ushqime, pa të bërë. Mandej kemi për pije, ka thonë sot doni Abedini që ku jemi që tash, ka thonë edhe votoj pak se batë zeshtë i ka sot bateria. Jo, këtu delni veç familja Demaja kush? Familja Demaja. A ka shumë të familjes juve? Ka Demaj, kem kushore këta këne Demaj, përmasjen Demaj, ta këne apet këta Demaj, të më thonë këtë kjo pjesë, kjo lagje, këto është e Demaj. Demaj, Jablanica e das. Jablanica e das. Jablanica, dikush në Adas, dikush në Debrush, jemi tonë të Shqipër. Ku je për jashti? Unë jam për momentin në Francë jetoj. Edhe vjen shpesh i shprytëzon? Po, vej, Arrin shumë këtu? 20 herë në vit? Po, vej, në E përsheme. kusht manë ty ashtu atje? 2 javë, 1 javë, qështë mujmë vim të vim. Ambientin e pas ka rregullu mirë, stonin e mirë, Starlinku në radio televizioni Fontona e ka qitë. I vetëmin këto bjeshk që ka internet e krejt. Me Starlink e me krejt. Bravo. Bravo. Rujt janë me zetë. Hajnë pa që dona I bin me më zotit më kanë Binak, deli herë për ashtu. He? Ja. Gjenë po këtë edhe këtu. Hajde zeç, hajde. Jepi! Mes natyres, rrethimeve dhe tingujve që na shoqëruan, çdo hap ishte një lidhje më e fortë me traditën dhe shpirtin e bjeshkës sonë.
What is for the pie,
mirënjohje për çdo zë që ndau histori dhe për çdo moment të jetuar, kjo vizitë në Bjeshkën e Sejnovës mbyllet si një prijetim i rrallë që do të kujtohet gjithmonë me mall dhe me dashuri.